Pa shumë bujë, ditët e fundit qarkulloi lajmi se Blero po martohet. Ky zhvillim erdhi si befasi, por jo rastësisht. Ishte dëshira e tij që kurorëzimin e dashurisë me partneren, Eronitën, ta mbante në privatësi të plotë. Mbrëmja së hënës solli pikërisht këtë event në një nga hotelet në periferi të kryeqytetit. Pavarësisht hermetizmit të dasmës me rreth 120 të ftuar, ne arritëm të shkëputnim pak nga atmosfera dhe të pranishmit duke qenë të parët në vendngjarje. Ndër të parat që mbërriti ishte vajza e këngëtarit, Tara. Në mesin e pak të ftuarve nga Big Brother VIP Kosova, u pa të vinte edhe Kaderi. Kader, kënaqësi e madhe më të pa kësaj here në eventin privat, super privat Bleros. E di që ka thirr pak vetë edhe e di që më duket e keni rujt sekretin ju që jeni kon ftuar, a? Patjetër që po, mase na ka thonë Blero mos me bot madhe, normalisht që respektoj mendimin e Blerës. Blerën e keni raport shumë mirë, më duket prej kohës Big Brother. A çu kujton atë periudhën një muj ditë kur keni jetuar me një shtëpi bashkë? Shumë mirë ka qenë, edhe kur komi në fillim normalisht që kom pas shumë mbështetje edhe nga ana Blerës mbrana, edhe na ka marrë tani një shoqni tepër e mirë edhe jashtë. Mase jam edhe ftuar me këto shijet. E vërtet. A ka të bigu tjera jo apo dinaj sen? Na shta çifte. Okej. Dikush tjetër s'po di. Çfarë urimi ki për Blerën edhe për Eronitën, çiftin më të ri? Inshallah trashëgone. Ju dua. Bukurosha u shfaq në humor të shkëlqyer krah Ardit dhe Mirdonit, dyshës së cilës ju besua atmosfera mbrëmjes. Nuk munguan as Ermali me Arianën. Ja uroj Blerës, inshallah trashëgohet, edhe po më duket e ka thyer rekordin në sot. Ma i forti po del. A kemi kënuson dhe pak ajo? Po, natyrisht që po. Po me kasi. Çaj uran Bleros edhe Eronitës? Shëndet, e u trashëgofshin, paqin fati u shtofshin. Pak para se të niste ceremonia, mbërritën edhe Adri me Ilirianën. Adri Iliriana kënaqësi tepër e madhe, po na bën më pa veç në për evente, se ndryshe s'ka rani, më duket pyetje ditëlindjes, martesë, mas mirë çto. Gjithmonë që shto pafshim. Në dasmën e Blerës, u kon goxha sekrete, ha? Sekret, gjithçka u kon sekret, top sekret. As Amerika s'ka mund të zbulim bile. Po lajron fije, çfarë më bë? I bim në Çka i uroni çiftit ri, Blerës dhe Eronitës? Shumë dashuni, shumë lumturi edhe Respekt ndaj njëri tjetrit. Dashni sa më shumë. Një vit e diçka nga super martesa që u dasma që u komentu shumë, pja vleki mu martua, muni me thonë, ha? Po. Ja vlen 2 herë, 3 herë. Njëjtën grua mo. Faleminderit shumë. Me që kolegë nga skena, ndan urimet më të përzemërta për çiftin. Dyshimet e para që diçka është të ndodhë shumë afër i pata prej një histori ku Blero keme ty, dhe më thonë përgatitë i keni po kërejt në qëtësi, ha? Në heshtje. Në heshtje. Nëse të rujt privatësinë e ti. Jena montu. Që shkun? Mirë. Apo atë në e kërkesë specifike? Jo, uroj që me pas jetë gjatësi, mu plak të dy të bashk, edhe me pas një gjuhë të përbashkët. Unë e thash edhe mbrami, kom thonë, në treta e vërteta. E treta e vërteta. Uroj që në fakt dhe me thonë me të mira edhe me gëzime me shku jeta deri vdekje me qemë. Kur e morët vesh që po martohet, edhe a besut kur t'ju tha për herë të parë. Që është vërtet ai di moti, po dhe më thonë u diskutu para prakisht, ne kemi diskutu, e kum ditë, jo në shtat prej të parëve, por që më bë shefi shumë edhe e treta e vërteta. E treta e vërteta. Unë kom po të informata mirë. Treta e vërteta. Okej, kjo ka shumë rëndësi në kohën e treta e vërteta, po nëse është del ku del. Që sa janë bashkë bre, se me atë sa unë kam informata dhe sa e di, dikun po besoj, ju më gati një vjetë. Ti e nje Blerën edhe në momentet ma të gëzushme, edhe në momentet ma të down, po më duket që është kogja i lumtur këtë kohë. Se kom pa ma ti ma të lumtur, kështu që po më bëhet shefi për të sinqerisht edhe juroj krejt mirat, edhe Blerës së bashortës, edhe inshallah shumë shpejt me na i fëmijë po na gëzojnë, edhe po trashëgohen. Një urim ando për dosin? Unë uroj shokët tonë Blerës martesë të rahatshme, të këndshme, gjithashtu Eronitës, një çift perfekt, dytë për shtatën, veç urime. Shije një mbrëmjen sonë. Edhe emri për edhen. Po, hajde, kaloni mirë. Jemi miq të mirë, përveç se kolegë, kemi pas disa bashkëpunime bashk, goxha të suksesshme, edhe normal që ju uroj më të mirat e kësaj bote Bleros, sepse me të vërtetë është për mua është një shok shumë i mirë, është një njeri shumë i qetë, është shumë bashkëpunues, është mik shumë i mirë. A do këndosh sonte?
Nuk e di. Besoj që do i shpëtosh kësaj. Nuk po tregoj më shumë. Nuk e di, po me gjithë qef. Pse jo, është kënaqësi e madhe që të ndoj për shokun tim. Me kënaqësi e madhe që të takova pas shumë kohësh edhe të uroj një mbrëmje të bukur dhe të këndshme. Faleminderit shumë, suksese dhe gjithë mirat. Faleminderit. Përpara hyrjes në sallë, çifti mori kohën për fotot profesionale të realizuara me mjeshtri nga Norik Uka dhe ekipi i tij, të cilat i dhanë vullin e përjetësimit kësaj dite kaq të veçantë. Celebrimi ligjor tashmë ishte kryer në komunë, ndërsa drejtimi i pjesës ceremoniale i u besua Labit. Eigenlijk had ik op dit moment që të deshtia mirëzjeti u të me bashkë. Absolutisht po. Zera, am përëtan që deri frymën e fundit kime valë bashkë me një. Dhe shërësë. Një të risotit për të me të mira me të këshia që i ka, a i gati me përlidu edhe me përbalu çdo sfidë që të janë. Pas vallëzimit të parë, plot entuziazëm dhe gëzim, çiftit ju bashkua në pistë edhe tara. Dasma ishte larg klisheve të zakonshme. Muzika ndryshonte duke bërë festen më vibrante, ku pashmangshëm atmosferën e ndezën edhe të ftuarit këngëtar. Edhe relaksu pak ambientin e sote. Është një kohë që kemi shumë të zanë, në dhe këndoni, e di që do të tani shkoni a kuferin, ku që lutet shumë, hajde të lutet dhe të dojë bashkë. Hajde sështia!
Eronita dhe Blero kanë rreth një vit bashk, bukuroshja që i rrëmbeu zemrën këngëtarit me profesion zhgrimere dhe ka bërë një jetë mes Kosovës dhe Bosnës. Kjo pasi atje, familja e saj drejton një zinxhir të suksesshëm biznesesh me traditë dhe disiplinë pune, ashtu siç dinë vetëm hasianët. Kjo ishte edhe arsyeja pse një pjesë të ftuarve kishin udhëtuar nga jashtë. Blero dhe Eronita nesër mbrëm një kapitull të ri me trashëgimet çiftit.